Bashkë me drejtorin e bujqësisë Behar Thaqin dhe me fermer të shuar Baki Gashin, i cili ka 50 hektar grur shivjet dhe Bashkim Hodi po ashtu që ka 23 hektar. Pra janë dy fermer të zot. Dje ka filluar zyrtarisht fushata korrje shirjeve. Rendimentet janë të kënaqshme dhe gruri është në gjendje të mirë, pra, është në gjendje të shëndetshme, është i pastër. Dhe kjo fushat ne konsiderojmë që është festë, gjithmonë ka qenë traditën tonë që është festë, po fushata e korrje shirjeve ka qenë festë. Mirë, po përveç kësaj, punët të madhe që po e bëjnë fermerët tanë, këta kanë edhe pakënaqësitë reale, shqetësimet serioze, përkitazi me mungesën e mbështetjes nga ana Ministrisë Bujqësisë, Shpërndarisë dhe Zhvillimit Rural. Pra nuk subvencionohet akciza naftës, teksa këta kanë ble naftë me çmime mbi €1.80 dhe po ashtu janë shumë pakënaqur ose kanë një shqetësim serioz lidhur me çmimin e grurit, i cili nëse bëhet 16 cent, atëherë do të jetë një situatë e rënduar për bujqëtarët, sepse nuk kanë mundësi me vazhdu punën tutje me këtë çmim të ulët të grurit dhe me këto çmime të larta të karburantëve. Natyrisht, thirrja serioze për këto shqetësime të fermerëve i drejtohet Ministrisë Bujqësisë, Shpërndarisë dhe Zhvillimit Rural, përkatësisht ministrit e tyre zotit Armend Muja, i cili nuk ka ofruar zgjidhje ose një paku të mbështetjes për fermerët dhe për korrje shirjet, po ashtu as për subvencionimin e akcizës në naftë dhe as për duhet me politikat e tyre të ndikojnë në rritjen e çmimit ose në një çmim të arsyeshëm të kilogramit të grurit. Unë i uroj punëbar dy fermerëve tanë shkëlqyer, Baki Gashit nga Ratatini dhe Bashkim Hodit nga Ratkoçi, uroj që fushata korrje shirjeve ketë mbarvajtje të suksesit dhe të përmbyllet me sukses. Shpresojmë që fermerët do të gjejnë motiv për të vazhduar punën e tyre të çmuar në bujqësi, për të siguruar ushqim për qytetarët tanë dhe për të realizuar plot të mira të cilat janë në dobi të qytetarëve të Republikës Kosovës. Njëkohësisht, Ministria e Bujqësisë domethënë e ka momentin e fundit që të dalë në përkrahje konkrete, direkte fermerëve tanë. Faleminderit shumë, urime, mbarësie, suksese, qoftë viti i bereqetshëm, viti 2020.